E kishin paralajmëruar por edhe kërcenuar, megjithatë presidenti serb Aleksandar Vučić nuk i kishte përfillur dhe kishte marrë pjesë në festimet për ditën e fitores në Moskë. Vizita e tij ishte kritikuar nga kryeministri polak Donald Tusk, si dhe nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas, e cila ka thënë se kjo nuk kishte kaluar para në sy. Nga një këndvështrim është pozitive që ushtria serbe nuk merr pjesë në parad, kjo do të kishte qenë edhe më problematike, megjithatë të shkosh atje për krah Putinit, ndërkohë që ai është i përfshirë në një luftë aktuale, lufta më e madhe në Evropë, që nga lufta e dytë botërore, mbetet një çështje që prek ndërgjegjjen e secilit, u shpreh Kallas. Derisa u mendua për sanksionet ndaj Serbisë e Vučićit për vizitën e tij në Moskë, një gjë e tillë as nuk u bë, por edhe u ftua pothuajse pas një jave dhe mori pjesë i pashqetësuar në samitin e Komunitetit Politik Evropian që u zhvillua në Tiranë. Madje në një fotografi që u bë pas një darge jo formale në Tiranë mes liderëve të BE-s dhe krerëve të shtetëve të Ballkanit Perëndimor në pratë të samitit, Vučić shihet në mes të fotografisë, tepër i buzëqeshur. Gazetari i medias gjermane Bari Cani, duke komentuar fotografinë, thotë se Vučić shihet pa fije pendimi e ndëshkimi. Von der Leyen ka publikuar edhe këtë foto, ku Vučić zgjerohet pothuajse më në mes të fotografisë dhe bie në sy kënaqësia e tij, pa fije pendimi e ndëshkimi për shkeljen e rregullave dhe kërkesave të krerëve të BE-s që të mos shkojnë në Moskë, ka shkruar Cani. Vučić me një mburrje që u pa dhe gjatë pritjes nga kryeministri shqiptar Edi Rama, edhe gjatë samitit, duke lënë të kuptohet se Serbia po përkëdhelet ende. Pse vazhdon kjo përkëdhelje ndaj Serbisë dhe pse Vučići nuk u bojkotua nga Rama e as nga liderët e tjerë të BE-s? Politologu Ramadan Gjana i thotë se BE konsideron se është më mirë që Vučićin ta kenë në tryez. Sipas tij edhe Rama ndjek një qasje të ngjashme. Pjesëmarrja e Vučićit në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë pasqyron politikën europiane të mbajtjes së dialogut të hapur edhe me aktorët e vështirë. BE-ja konsideron se është më mirë ta ketë Vučićin në tryez për të ruajtur një kanal komunikimi, sidomos në këtë kohë tensionesh rajonale dhe lufte në Ukrainë. Edhe Edi Rama ndjek një qasje të ngjashme të stabilitetit rajonal dhe shmang përplasjen e drejt për drejt, duke e parë dialogun si më të dobishëm se sa izolimin. Kjo është më shumë se një diplomaci pragmatike se sa një mbështetje politike, deklaron Gjanaj. Sipas tij, pjesëmarrja e Vučićit në samit është më shumë domosdoshmëri strategjike se sa një mbështetje reale apo politike, po mund të thuhet se Serbia ende përkëdhelet deri diku nga disa qeveri europiane, por kjo duhet parë me nuanca. Vetë fakti që ky samit i Komunitetit Politik Evropian po mbahet për herë të dytë në Tiranë dhe jo në Beograd, tregon qartë se BE-ja nuk ka asnjë synim që të legjitimojë plotësisht pozicionin e Serbisë. Bashkimi Evropian ban dialog me Vučićin për arsye pragmatike dhe gjeopolitike, për të kufizuar ndikimin e Rusë në Ballkan, por pa i dhënë Serbisë në një privilegj simbolik apo diplomatik. Pjesëmarrja e Vučićit në këtë format është më shumë një domosdoshmëri strategjike se sa një mbështetje reale apo politike, edhe pse kjo krijon zhgënjim të madh në Kosovë edhe në rajon, përfundon politologu. Para mbajtjes së samitit, Vučići deklaroi se aty do të përfaqësojë interesat e Serbisë. Diskutojmë sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet kontinenti ynë, paqja, siguria, stabiliteti demokratik dhe ardhmja e Europës. Edhe këtë herë kam nderin të përfaqësoj interesat e Serbisë në përputhje me politikën tonë të vendimarrjes së pavarur dhe përgjegjësisë strategjike. Unë besoj se deri në fund të vitit mund të bëjmë shumë dhe të përparojnë në rrugën europiane dhe se ekziston një shans për të rizgjuar shpresën në Serbi për një të ardhme europiane. Gjithashtu flasim për vendin e Europës në botën e re dhe si ta shohim realitetin në kohë sfiduese, duke të marrë vendime në një mënyrë të menduar mirë dhe afatgjat. Mundësitë në Europë po ndryshojnë, gjë që na jep një mundësi shtesë për të përparuar në Europë, por gjithashtu na lejon të punojmë më fort me partnerë të tjerë. Mesazhi im kryesor mbetet i njëjtë. Ne kemi nevojë për bisedime, llogaridhënie dhe një paqe të shëndetshme. Për Serbin paqja nuk është vetëm një zgjedhje, por edhe një detyrim, dhe ne nuk do të lëkundemi në këtë rrugë, kishte shkruar Vučić para se të nisej për në Tiranë. Por Vučić nuk e kishte pritur përfundimin e samitit. Ai pa përfunduar punimet u largua përkundër pritjes së ngrohtë nga kryeministri Edi Rama. Analisti Nexhat Aziri thotë se bloku evropian ka standarde të dyfishta. Sipas tij, Serbia po shfrytëzon një politik si me BE-n ashtu edhe me Rusinë, dhe kjo po tolerohet hapur. Pjesëmarrja e presidentit Vučić në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, por edhe mungesa e një qëndrimi të qartë nga Brukseli për vizitën e tij të Putinit, si dhe fakti që Serbia është nga vendet që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë, nxjerr në pa
Jo vetëm standardet e dyfishta të bllokut evropian, por edhe pafuqinë e vendimarrjes së përbashkët për shkak të divergjencave mes anëtarëve të tij, kur bëhet fjalë për politikën e jashtme ndaj Rusisë. Kjo situatë natyrisht po shfrytëzohet nga Serbia, e cila vazhdon të ndjekë një politikë të dyfishtë, si me BE-n ashtu edhe me Rusinë, e madje më shumë me këtë të fundit. Edhe siç po vërehet, kjo politikë jo vetëm që po tolerohet, por në një farë mënyre edhe po shpërblet nga Brukseli përmes financimeve të projekteve dhe ndihmave të tjera ekonomike për Serbinë, deklaron Azeri. Ai përmend mbështetësit më të mëdhenj të politikës së presidentit serb Vučić, ndërsa shton se Rama kishte vetëm rolin e Nikojqirit. Me një fjalë, Serbia ka gjetur aleatët e saj brenda bllokut evropian, siç janë Hungaria e kryeministrit autokrat Viktor Orban dhe Slovakia e kryeministrit prorus Robert Fico, të cilët janë mbështetësit më të mëdhenj të politikës së presidentit serb Vučić. Ndërsa sa i përket kryeministit të Rama dhe samitit të mbajtur në Tiranë, ai kishte vetëm rolin e Nikojqirit dhe jo ndonjë rol vendimaras në këtë organizim. Si i tillë nuk kishte në dorën e tij të merrte masa apo të ndikonte në pjesëmarrjen e presidentit serb Vučić në këtë samit, përfundon analizën e tij Azeri.